bashkë, President e Republikës, Avokatën e Popullit, Prokurorin e Përgjithshëm e tjerë me radhë. Reformën e parë konsensuale, pavarësisht se Partia Socialiste kontrollonte 84 mandate ajo, plus 4 Parti Social-Demokrate, 88. Pra pavarësisht shumicës cilësuar, do të bëhesh me kompromis. Kjo është e vërteta, asnjë gjë tjetër aty. Pavarësisht se norma thoshte kush ka 84, faktori ndërkombëtar tha jo, do ta bëni me konsensus. Ju a përsërita pak më herët. Bashkimi Evropian nuk e mbështet këtë nxitim. Bashkimi Evropian është i gatshëm që ky parlament markohen derisa të gjejë kandidatin që votohet me konsensus në përputhje dhe me kriteret. Ata janë gjithashtu të ndërgjegjshëm se në këtë moment nuk ka asnjë kandidaturë me firma. Po ju them diçka, ju përmenda në 72. Po ju them që me datë 2 dhjetor është quar kërkesa për një proces mirë kuptimi dhe konsensualitetin bazuar mbi praktika tjera të parlamentit. Ju them që vendimi datës 17 nëntor i komisionit, edhe po, ka dhe pak. Ka vendimi i komisionit të ligjeve me datë 17 nëntor thotë që afati për paraqitjen e kandidaturave është 2 dhjetor. Nuk thot asgjë për të rreqin e tyre. 72-shi i rregullores i jep të drejtën atij që është zot i propozimit dhe i firmës ta të rreq në çdo moment propozimin. Dhe ku ka më të rëndësishëm se propozimi për një projekt ligj që ka një deputet. Projekt ligj, projekt vendim, rezolut. Ta përfundoj fjalim. Pra, respektoni atë që është vullneti, për ndryshe do të keni një kandidat populli. Ky nuk është proces. Pra, kemi sot vjedhjen e shqiptarëve me buxhetin, po i përpiqen të vjedhin kandidat atë avokatin e popullit. Do të jetë i goditshëm, do të jetë avokati i vetëm në historikun nga 98 që është miratu kushtetuta, që do të jetë 100% i kontestuar edhe ligjshmërisht edhe në aspektin kushtetues. Faleminderit, zonja